Assalamu alaikum wa rahmetullah. Ju përshëndes nga Kubaja. Xhamia e parë që është ndërtuar pasi ka ardhur shpallja profetit sallallahu alaihi wasallam. Xhamia e parë në Islam. Kur të vish në Medinë, elus Allahun e lartësuar që çdo njeri t'ja mundësoj ta vizitoj Medinën. Vjen i fal 2 rekate namaz tek Xhamia Kuba. Merr abdes në shtëpi apo në hotel, pra ku do qëndrosh, dhe nisesh, vjen i fal 2 rekate namaz në Xhamin Kuba dhe shpërblehesh me lejen e Zotit Gjithësisë, sikur ke bëj një umre. Profeti alayhis salam vinte vazhdimisht e vizitonte Xhamin Kuba. Kështu që edhe ne duke ndjek hapat e profetit alayhis salam, duke shpresu që të arrijmë shpërblimin e umres, pra kur vim në Medinë, vjen dhe i fal 2 rekate në Xhamin e Kubas. Elus Allahun e lartësuar që na bëj prej atyre që i ndjekim porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam.